Përshëndetje, jemi tek posta e Peshkëpisë. Kemi ardhur për ta parë nga afër edhe vendin dhe ngjarjet edhe për ta rikujtuar organeve kompetente që ne nuk e kemi ndërmend të harrojmë, edhe të SPAK-ut, edhe të GKK-s, edhe të gjithë të tjerëve. Kjo është një çështje e nisur për të përfunduar dhe jo për të lënë në rrugë. Kemi ardhur, kemi takuar njerëz të cilët kanë informacione në lidhje me masakrën e Peshkëpisë me datën 10 prill 1994, që ka ndodhur pikërisht ku jemi ne. Gjatë rrugës, pasi kemi takuar, kemi marrë fillimisht librin i cili flet për atë. Është ky libri që shikoni këtu, i Stavros Tsimas, dhe do ta shikojmë, do ta analizojmë, sepse do shikojmë në shqip, në greqisht, po do e lexojmë dhe do shikojmë se ku në cilin paragraf dhe ku folet pikërisht për te. Ma kanë sjell dhuratë, domethënë më kanë thënë që hajde këtu në Gjirokastër, kam ardhur në Gjirokastër, kam shkatakuar njeriu përkatës që e kishte këtë 10 dhëna në këtë libër, edhe pastaj me makinë në dispozicion kemi Gent Labin në ndihmën tonë, si gjithmonë, që na e ka mundësuar udhëtimin nga Gjirokastra, që nuk është një udhëtim i vogël dhe as i lirë, me makinë në dispozicion për të ardhur drejt tek posta e Peshkëpisë, ku janë vrarë në 10 prill të vitit 1994 Arsen Gjini edhe Fatmir Shehu, komandanti. Ne po afrohemi kështu nga mbrapa që ta shikojmë, edhe ta shikoni dhe ju. Thamë edhe një herë, nuk kemi hall për asgjë tjetër. Halli kryesor është që ajo ngjarje të mos kaloj pa u vënë re, ajo ngjarje të mos kaloj pa u ndëshkuar, ajo dosje të mos mbetet e mbyllur. Ja, këtu ka ndodhur, jemi edhe brenda, futur në ish postën e atëhershme të Peshkëpisë, edhe këtu ka qenë, ja, këtu të shkallët janë bërë të gjitha që shikoni shkallët këtu përpara, këtu thonë se është përplasur me oficerin në këtë vend, me oficerin e rujës, Fatmir Shehun dhe kanë vrarë, edhe me Arsen Gjinin, që thonë ata që është urrëzuar në shkallë dhe e morëm, e stërgonte janë Zenga, kur e morëm në intervistë. Ja, kjo është ajo godina e repartit, këtu ka ndodhur masakra, tani kjo është braktisur e boshatisur, po ne po e sjellim për ju, nuk ka nevojë të shihem unë, po e sjellim për ju pjesë, edhe njërin katin poshtë që është ky, do gjitemi edhe në katin tjetër, katin dytë, tani. Gjatë kohës që ne ishim duke bërë muhabet me personin i cili ishte kryesori që na kishte ftuar për këtë çështje, sigurisht që ne kemi emra të rinj, por edhe gjëra të reja, sepse ky libri nxjerr tha gjëra që ne nuk i kemi ditur. Jemi duke u ngjitur për në katin e dytë të godinës, Ja, kjo është. Kjo domethënë që ata janë futur në katin e parë, pastaj ata që kanë zbritur nga kati i dytë, ose i kanë plagosur, ose i kanë vrarë. Kjo është godina nga brenda. Se kemi ardhur për të mos lënë asgjë pa sqaruar dhe pa trajtuar. Ja, kjo është, pastaj do dalim lart ajo obelisku që është ngritur për ata dy të vrarët, dëshmorët atë dhe ja, kjo është pjesa godina, pjesa e dytë, erdhëm edhe deri këtu dhe ta shikojmë nga afër të gjithë godinën me të gjithë përbërësit e saj. Nuk diskutohet që këtu kanë qenë armatura, këtu kanë qenë të gjitha, tani është boshatisur. Ja, kjo ka qenë godina. Ne do zbresim poshtë tani, edhe do merremi me pjesën tjetër, me çështjen e librit, me mënyrën si i ka trajtuar shkrimtari këto gjëra, me mënyrën se si ka trajtuar SPAK-u, drejtësia, se si është grisur, sepse libri i ka të shkruara, nuk i ka faqe të grisura. Ky libri që kam dhënë mua sot, që ma kanë sjell nga Greqia për ta parë vetë, unë ajo greqishtën e di. Ky libri i ka fletët të gjitha. Ky nuk ka asnjë fletë mangut. Mangut i kanë fletët dosjet që janë paguar njerëz për të grisur ato fletë. Me ato fletë mund të plotësohen edhe me protokollet, sepse jemi duke u takuar me avokat, me prokuror, me njerëz. Atje mund të nxjerrin edhe ato protokollet mund dalin se ç'është shkruar në dosje dhe cilat fletë djegëse janë grisur, mund të plotësohen edhe me fletët e këtij libri që ka gjëra brenda sigurisht djegëse, sepse prandaj është vënë në epicentër ky libër, të dhënat e këtij libri tani e bëjnë të pamundur që të dosja të rrihen mbyllur. Tani me domosdoshmëri duhet hapur, sa ti ka brenda ka të thëna nga njëri prej tyre,
Aq sa janë thënë. Ka dhe të tjera që mund të thuhen me kalimin e kohës në mënyra nga më të ndryshmet edhe të plotësojnë njëra tjetrën në një pazull të vështirë kriminal. Erdha këtu sot për të komunikuar me ju, duke uruar të gjithë të mirat dhe uroj që kjo dosje të zbardhet, të mos ngjelet peng kjo dosje, të mos ngjelet peng i marrëveshje dhe i kulisave politike, ekonomike, po të bëhet diçka e mirë për kombin, për shtetin, për Shqipërinë mbarë, sepse ky nuk është një çështje, një turp personal ose individual. Ky është një injorim, një turp kombëtar dhe ka, domethënë, është fyerje, masakra e Peshkëpijës ku jam unë tani, është fyerje për dinjitetin kombëtar shqiptar dhe me çdo kusht do duhet të hapet ajo. Unë jam duke këmbgulur dhe nuk dëgjoj asnjë gazetar, se në fund disa ta lëm deri në shtator që ta them edhe fjalën e fundit. Por kjo dosje duhet të hapet një minutë më përpara. Pse? Sepse nëse kjo dosje nuk jepet Dumanit në dorë, nëse nuk e merr në dorë Dumani, prokurorët e tjerë kanë patur në dorë dhe e kanë mbyllur. Prandaj kërkoj unë me çdo kusht, nesër të bëhen emisionet, nesër të bëhen përgatitjet, që ajo dosje të trajtohet sa më shpejt, të transmetohet sa më shpejt në ekrane, në rrjetet sociale, me qëllimin e vetëm që ta marrë dosjen në dorë Altin Dumanit, na tregoj klasin e tij, sepse pas kaq vitesh ai ka klasin, e kemi parë. Nëse ne presim që t'i bëjmë ato gjëra në spak, pasi ti Dumani nuk kemi bërë asgjë. Gjithë të mirat.